Kujdes nga sihri, magjia. Sihri, magjia, është prej llojit të kufrit dhe njëkohësisht është prej 7 mëkateve më të mëdha dhe sjell vetëm dëm dhe jo dobi. Allahu i lartësuar thot: dhe ashtu mësonin çka u sillte dëm e nuk u sillte dobi atyre. Surja El-Bekare 102. Si dhe e magjistari nuk do të ketë sukses kudo qoftë. Surja Taha 69. Ai që bën sihr, magji, konsiderohet qafir, jo besimtar. Allahu i lartësuar thot: po Sulejmani nuk ishte i pa fe, djajt ishin të pa fe, sepse u mësonin njerëzve magjin. Ndoqën edhe çka u zbriti në Babil, 2 engjëjve, Harutit dhe Marutit, e ata të dy nuk i mësonin askujt magjin para se t'i thoshin: ne jemi vetëm sprov, pra mos u bëj pa fe. Surja El-Bekare 102. Ai që bën magji sipas shariatit islam dënohet me dënim të rënd, kurse fitimi i tij është haram dhe i fëlliqur. Ignorantët, zullumqarët dhe njerëzit me iman të dobët shkojnë tek magjistarët për t'i bërë dikujt sihr, që të marrin hak ndaj atij personi, apo për t'i bërë dëm, kurse një grup tjetër njerëzish bëjnë haram duke shkuar tek magjistari për të larguar sihrin që u ka bërë dikush. Ka njerëz në këtë rast duhet i kthehen Allahut të lartësuar dhe të kërkojnë prej Allahut që t'i shërojë me fjalët e tij, me Kur'an apo me lutje të tjera. Falltari dhe parashikuesi janë qafir, jo besimtar, sepse që të dy pretendojnë se e dinë të fshetën, gajbin, por të fshetën, gajbin pra, nuk e di askush përveç Allahut. Shumica e tyre përdorin naivitetin e njerëzve për t'u marrë parat me metoda të ndryshme e të planifikuara, si leximi i fatit duke shikuar dorën apo filxhanin, shikimi i topit të kristalt apo shikimi pasqyrës e të tjerë. Nëse ata thonë të vërtetën një herë, do të gënjejnë 99 herë, kurse njerëzit e humbur dhe naiv mbajnë mend vetëm rastin kur këta gënjeshtarja kanë qelluar e jo kur i kanë gënjyer. Kështu ata vazhdojnë të shkojnë tek ata për të ditur të ardhmen e tyre, se do të jenë të lumtur apo të mirë në martesa, biznes, ose shkojnë tek ata dhe i pyesin për gjërat e humbura dhe për nevojat të tjera. Ai që shkon tek këta persona dhe u beson atyre, ai është qafir, jo besimtar, i dal nga feja islame. Argument për këtë është hadithi që transmeton Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai i cili shkon te një falltar dhe i beson atij, ai vetëm se ka mohuar atë që i ka zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kurse ai i cili shkon te këta persona, falltari dhe parashikuesi, dhe nuk beson se ata kanë mundësi të dinë të fshetën gajbin, mirë po shkon tek ata që të shikojë se çton, ky person nuk bën kufër, nuk del prej fesë islame, mirë po nuk i pranohet namazi 40 ditë. Argument për këtë është hadithi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: ai i cili shkon tek një falltar për ta pyetur për ndonjë, edhe pse nuk i pranohet namazi, ai e ka obligim të falet dhe të pendohet tek Allahu.